Përfytyroni një mëngjes të qetë buzdetit, ku drita e parë e diellit premton paqe. Por poshtë sipërfaqes së kaltër, një tragjedi po luhej në heshtje. Një kukull porcelani që pluskonte mbi ujë doli të ishte një makth i gjallë, një foshnjë që po gëlltitej nga oqeani. Kjo nuk është thjesht një histori mbijetese, është dëshmia se si fati, një peshkatar dhe një mrekulli e pamundur u bën bashk për të mposhtur vdekjen. Jessica White dhe bashkëshorti i saj, Josh, ishin të dëshpëruar për pak pushim. Jessica si mungonte oqeani, era e kripës, ndjesia e rërës së ngrohtë nën këmbë. Kështu, pas kërkimeve, ata gjetën kampin e pushimeve Murphy, në Matata, Zelanda e Re, dukej si vendi perfekt për një arratisje familjare. Ajo që nuk dinin ishte se pushimet e tyre paqësore ishin gati të merrnin një kthes tmerruese. Kur mbërritën në kamping, zgjodhën një pikë të bukur afër bregut dhe ngritën tendën. Me gjithçka në vend, ata u hodhën në regjimin e pushimeve. Josh hodhi grepin e peshkimit, ndërsa Jessica po çlodhej në plazh. Djali i tyre 18 muajsh, Malaki, rinte ulur mes tyre, duke vështruar oqeanin. Ishte një moment i ëmbël dhe i qetë, por ata nuk kishin asnjë ide se çfarë po vinte. Malaki luante i lumtur në rër, duke gërmuar me gishtat e tij të vegjël dhe duke qeshur me mënyrën se si rëra rrëshqiste mes tyre. Ai ishte plotësisht në elementin e tij. Kur erdhi koha për t'u kthyer në tend, Jessica e mori në krah dhe i dha një puthje në faqen e tij të ngrohur nga dielli. Por Malaki nuk ishte gati të ikte. Ai shkelmoi dhe bërtiti në shenjë proteste, derisa më në fund u lodh me krahët e saj. Jessica mendoi se ai ishte thjesht i lodhur pas një dite të madhe, ndaj e futi në shtrat. Ajo që nuk dinte ishte se Malaki kishte një plan të tij. Sapo djali i tyre ra në gjumë, Josh ndizi një zjarr kampi dhe të dy u ulën pranë tij, duke biseduar qetësisht për ëndrat e tyre dhe gjithçka që shpresonin. Jessica hodhi një vështrim te fytyra paqësore e Malakit. Ti je bota ime e tërë, i parlinduri im, gjithçka e imja. Zemra e saj ishte plot, por mëngjesin tjetër, ajo paqe do të thërmohej. Përfundimisht, Jessica dhe Josh u futën në tend dhe ranë në një gjumë të rëndë. Ata nuk e dëgjuan Malakin kur u zgjua, por në orët e para të mëngjesit, voglushi u ngrit në heshtje, hapi zinxhirin e tendës krejt filikat dhe u largua, duke u drejtuar drejt vendit që donte më shumë, plazhit. Gus Hart kishte dalë për peshkim në Bay of Plenty në Zelandën e Re atë mëngjes, por nuk e kishte iden se ishte gati të nxirrte nga uji diçka shumë më të vlefshme se një peshk. Me një tek të momentit, në vend që të shkonte drejt vendit të tij të zakonshëm të peshkimit, Gus vendosi të ecte 100 metra në të majt të kampingut. Ky ndryshim i vogël do të rezultonte jetë shpëtues. Jashtë në dallgë, diçka e zbehti zuri syrin. Kurioz, ai drejtoi varkën e tij të vogël më afër për ta kontrolluar. Fillimisht Gus mendoi se ishte një kukull që pluskonte mbi ujë. Ajo po lëkundej butësisht në rrëtrim dhe nga larg dukej si diçka që kishte rrjedhur nga plazhi. Ndërsa afrohej, tha se kukulla kishte lëkurë të zbehtë dhe flokë të errta. I magnizuar nga sa realiste dukej, ai u zgjat mbi anën e varkës dhe e nxori me kujdes nga seti. E kapi nga krahu dhe e solli në bord, dukej realisht si një kukull porcelani, delikate dhe detajuar. Ai madje mendoi se sa shumë do ta admironte gruaja e tij. Por pikrisht kur ishte gati ta shihte më nga afër, kukulla lëshoi një krismë të lehtë zëri, squeak. Sytë e Gus u zgjeruan dhe ai ra në gjunjë nga tronditja. Fytyra e tij dukej si porcelan, flokët I kishte të rrafsht dhe të lagur, kujtoi Gus më vonë. Pastaj ai bëri një zë të vogël dhe unë mendova, o zoti im, kjo është një foshnjë dhe ai është gjallë. I panikuar, Gus ktheu varkën dhe nxitua drejt bregut, shpresonte se nuk ishte shumë vonë. Kur u kthye në kamp, u lehtësua kursa foshnja po merrte frym. Ishte I ftohtë, I lagur deri në palc dhe qartësisht I tronditur, por fatmirësisht dukej vigjilent dhe reagues. Gus ishte I shtangur, por e dinte se duhet të gjente prindrit e djalit menjëherë. Nuk doqi shumë, kishte vetëm një çift në kamping me një fëmijë të vogël dhe gruaja e Gus nuk humbi kohë. Ajo vrapoi te tenda e tyre, e shkundi atë dhe pyeti: "Ku është foshnja juaj? Sapo nxorëm një nga oqeani." Nëse kjo histori ju ka prekur deri tani,
Ju lutem bëni like videon dhe bëni subscribe për më shumë histori njerëzore që të ngrohin zemrën. Nëna Bërtiti, kujton Gus. Ai po të hiqej nga një rrymë fort. Nëse nuk do të kisha ecur në atë drejtim, ose nëse do të kishe qenë 1 minutë më vonë, nuk do ta kisha parë, thaj. Ai ishte jashtëzakonisht në fat, thjesht nuk ishte koha e tij. Jo shumë kohë pas kësaj, shërbimet e urgjencës dhe brigada zjarfikësve vullnetar të Matatas bërritën. Jessica, ende në gjendje shoku, më vonë tha. Nga momenti që më treguan, deri në momentin që e pash, nuk mendoj se zemra ime po rrithte fare. Fatmirësisht, Malakaj u dërgua në spitalin e Huacatane dhe u lëshua pak kohë më pas. Spitali e quajti këtë asgjë më pak se një mrekulli. Atë mëngjes, çdo vendim i vogël u rreshtua perfekt dhe Gus Hat thjesht ndodhi të ishte në vendin e duhur në momentin e duhur. Më vonë, doqa gjurmët e tij poshtë në plazh dhe pash gjurmët e tij të vogla në rër që çonin drejt ujit, kujtoi Gus Hat. Isha vetëm rreth 15 metra larg vendit ku kisha shkopin e peshkimit, kështu që ai nuk mund kishe qenë në ujë për shumë kohë. Duhet ta kem humbur për pak momentin kur hyri. Disa ditë më vonë, Josh dhe Jessica ndaluan në shtëpinë e Gusit për t'i thënë faleminderit përsëri. Malakaj po lëvizte i gjithi duke u përpjekur të eksploronte çdo gjë, tha Gus me një buzëqeshje. Një djalë i vogël kaq i pacip dhe kurioz. Fatmirësisht, Malakaj nuk pati asnjë pasojë të qëndrueshme nga aventura e tij e frikshme në oqean. Ndërsa lajmi u përhap, historia pushtoi rrjetet sociale. Shumë njerëz e quajtën asgjë më pak se një mrekulli. Një koment thoshte: Gus ishte pikërisht aty ku duhej të ishte, ndërsa një tjetër shkroi: Engjulli i mbrojtës po e vëzhgonte patjetër. Por, si gjithmonë, jo të gjithë ishin të sjellshëm. Disa njerëz kritikuan Jessicën dhe Joshin, duke pyetur se si voglushi i tyre arriti të hapte tendën dhe të largohej pa u zgjuar ata. Jessica nuk u propoq të debatonte. Ajo kishte një mesazh të qartë për të ndarë. Nëse po bëni camping me një të vogël, mbylleni zinxhirin e tendës lart, mjaftueshëm lart sa të mos e arrin. Vendosni një kyç nëse duhet, tha ajo. Ne nuk do ta linim kur t'i afrohej ujit vet. Njerëzit do të gjykojnë gjithmonë. Ata mund të mendojnë çfarë të duan, por ne po bëjmë më të mirën tonë. Falë ndryshimit të papritur të rutinës së një peshkatari, Malakaj është i sigurt dhe po rritet i shëndetshëm. Nëse Gus do të kishte ecur në shtegun e tij të zakonshëm atë mëngjes, ose nuk do të kishte parë për herë të dytë atë që mendonte se ishte thjesht një kukull në dallgo, gjërat mund të kishin përfunduar shumë ndryshe. Por ndonjëherë fati ndërhyn, dhe këtë herë ai bëri bashkë një peshkatar dhe një djalë të vogël në momentin e duhur. Nëse kjo histori ju preku zemrën, ju lutem pëlqeni videon dhe ndajeni me dikë që ka nevojë për një kujtesë se njerëzit e mirë ekzistojnë. Po ju, a besoni se ishte rastësi apo dorë e fatit që peshkatari ndroi rrugën pikërisht atë mëngjes? Na tregoni mendimin tuaj në komente.